zonja dhe zotëri, familjar dhe dashamirës të Jurgenit, mirë se keni ardhur në këtë ditë kaq të veçantë për Lezhën. Sot jemi mbledhur për të nderuar me titullin e lartë qytetar nderi një sportist të shquar, një simbol të përkushtimit, të disiplinës dhe të burërisë shqiptare, Jurgen Uldedaj, i cili me punë të palodhur, me guxim dhe karakter të fortë, e bëri Lezhën krenare, edhe Shqipërinë, u bë burim frymëzimi për brezin e ri. Boksi për Jurgenin nuk ka qenë thjesht një lojë sportive, por një mision i lartë për të dëshmuar se me vendosmëri, besim, vullnet dhe sakrificë, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Me dhënien e titullit të lartë qytetar nderi Lezhës, ne shprehim mirënjohjen dhe respektin ton të thellë për kontributin e jashtëzakonshëm që Jurgeni ka dhënë për sportin dhe për promovimin e vlerave më të mira njerëzore. Urime Jurgen dhe shumë faleminderit që na dhe kaq shumë krenari. Ftoj Rigel Snicaj, trajneri i ekipit të boksit Beslidja, si edhe trajneri i parë i Jurgenit. Faleminderit gjithëve. Jem këtu para jush për të bërë një përmbledhje të një pune shumë të madhe, e cila është dashur kohë, vite dhe mund djerës për të ardhur deri në këto momente. Jurgen, sot është dita jote, është dita ku Lezhë të nderon me titullin qytetar nderi, titulli merituar nga ana jote, sikur ti nderove Lezhën dhe Shqipërinë në arena kombëtare dhe ndërkombëtare. Ti rujte identitetin tënd, emrin, nuk ndrove komësin, përkundrazi. Valvite flamoj shqiptar në arena kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u bërë një simbol për Lezhën dhe për gjithë Shqipërinë. Për çdo të ri lezhjan i cili duhet ndjek hapat tu drejt sportit dhe suksesit me vendosmëri dhe përkushtim. Mbaj mend një kronologji shkurt ku erdhe pranë palestrës së boksit Beslidja, një palestër e vogël dhe modeste për kohën, ku babai jot me një përkushtim si çdo prind për fëmijën e tij, erdhi aty dhe tha, djalin do ma stërvisesh fizikisht, profesor të lutem, jo shumë boks. I maj mend këto fjalë, por unë, duke parë një talent veçantë, një këmbulje në ana jote, për të arritur vlerat që ti doje dhe ëndrat tuaja, vazhdova me tutje. Duke të çu për herë parë në kampionatin e moshave në atë vit, ku ti, sikur din bësh për herë, dole dhe kampion në atë kampionat dhe u riktheve me një titull në Lezhë. Me pas për të vazhduar në ekipin e Tiranës, më profesorin dhe mikun tim Saad Bushati, që gjej rastin falenderoj jo vetëm Saad Bushatin, por gjithashtu dhe të mallin Zefxhoni që kam prezantuar në sallë. Dhe çdo trajner tjetër i cili ka qenë pjesë e rrugtimit ton, sepse rruga nuk ka qenë pas pak e lehtë për të ardhur deri në këto momente që ne jemi. Kam një lloj kënaqësie, pavarësisht se tituj në Lezhë më shumë, por ky titull vërtet, si çdo titull, meriton një vlerësim. Falenderoj shumë Këshillin Bashkiak për këtë gjë cilën ka bërë dhe një falenderim shumë për zemër
për kryetarin e bashkisë zoti Perindreu, i cili që në ditën e parë, kur mori mandatin e tij në Bashkinë e Lezhës, ka qenë krah shumë sporteve të Lezhës, krah sportit Lezhës dhe personalisht një ndjekës i rregullt i Jurgenit. Sikurse çdo pjesëtar në këtë sallë dhe çdo pjesëtar jashtë kësaj salle, në mënyrë që Jurgeni t'ia bën rrugën e tij siç ja kemi bërë sa më të lehtë, me mundësitë tona dhe me njëjtët tona. Ju falenderoj gjithë dhe për prezencën dhe ju jap mirënjohës në të vërtetë. Faleminderit shumë, sukses Jurgen. Ju ftojmë të ndjekim së bashku disa video nga jeta dhe profesion i Jurgenit. Ftojmë tani kryetarin e Bashkisë Lezhë, zotin Perindreu, për fjalën e tij të rastit.
Përshëndetje gjithëve, nderuar zoti Ylli, nderuar zoti Kalidovulli, të nderuar familjar të Jurgenit, të nderuar pjesëmarrës i dashur Jurgen, kam nderin dhe kënaqësinë personalisht, por edhe në rolin e kryetarit të bashkisë, që marr pjesë sot në këtë ceremoni për një nga ditët më të mira që Lezhë e ka nxjerrë. Kampioni Jurgen Uldede është shembulli më i mirë që me kundërshtim pa parë dhe ministeritë serioze ka arritur majat më të larta që një shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Nuk është rastësi që është sot kampion, pasi është larg veseve të këqija dhe sallallateve pa bukë. Ai është një referencë nderi me të mirat jo vetëm për ne, por për shumë të tjerë se si mund të arrijë sukses pa u qarë, ore minut, me një kulturë për të pasur rreziqi, me një dashuri për njerëzit që respekton dhe me qasje publike për t'u admiruar. Kam pasur rastin të jem në salla të mbushura plot dhe të ndjej emocionet e ndeshjeve të Jurgenit. Isha edhe në ndeshjen e shpallës kampion së fundit. Jam mbushur me frymëzim dhe jam ndier sikur më parë më parë për këtë djalë të Lezhës që me pak fjalë e me shumë vullnet është bërë simbol i suksesit dhe fitores. Faleminderit Jurgen që ke bërë aq shumë për vendin tonë, duke përfaqësuar flamurin kuqezi. Faleminderit që mbart në vetvete pa asnjë kompleks dashurinë për Lezhën dhe lezhjanët. Me një thjeshtësi për të admiruar. Jurgeni është shqiptar, ai është nga Lezhë. Çfarë ndjenja është për ne të gjithë? Faleminderit. Ftojmë kryetarin e Këshillit Bashkiak, zotin Duaj Luli, për t'i dhënë Jurgenit titullin qytetar nderi. Hajde Jurgen për të marrë titullin. Përshëndetje gjithëve, është kënaqësi jo vetëm për mua, por për gjithë komunitetin lezhjan që Këshilli Bashkiak Bashkia e Lezhës i dedikon të titull të lartë nderi njërit nga sportistët më të mëdhenj, jo vetëm për Lezhën, por për gjithë Shqipërinë. Është shembull për gjithë trinjtë që ndodhen në sallë, të cilët me fushat e tyre të jetës të shkëlqejnë në mënyrë që të marrin titujt e tillë. Bashkia e Lezhës, certifikat për dhënien e titullit qytetar nderi, i jepet zotit Jurgen Uldede për të kontributin e tij historik në sportin e boksit, si shqiptari i parë që fiton titullin botror IBO. Me këtë sukses të jashtëzakonshëm, ai ka lartësuar qytetin e Lezhës, Shqipërinë dhe të gjithë kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kryetari i bashkisë Thierry Dhe, kryetari i Këshillit Duaj Luli. Atëherë lejoni të ftojmë në emër të familjes për të përshëndetur xhaxhain e Jurgenit, profesorin e njohur Gjok Uldedaj. Du t'ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen, du të gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për këtë nder të madh. Është nder për mua të jem qytetari i nderit Lezhës. Jam një djalë lezhjan edhe gjithmonë të jem, sepse këtu rrita lagjet e Lezhës me një ëndër shumë të madhe, me motivim gjatë gjithë kohës që me mbështetje nga familja, me mbështetje nga miqtë e dashamirët për të arritur në këtë ditë, po ky nuk është akoma maja. Domethënë kemi akoma rrugë për të bërë dhe shpresoj që t'ju bëj sa më krenar në të ardhmen edhe shumë faleminderit.
kryetari i Bashkisë së Lezhës, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar përfaqësues të institucioneve, nderuar kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar, kryetari i Federatës Boksit dhe personalitetet tjera prezent këtu. Është vërtet një emocion sot të flasësh para kësaj pjesëmarrje të mrekullueshme, si një person i cili me krenari dhe me mirënjohje ka ndjekur nga afër arritjet e Jurgenit, arritjet të cilat tashmë ne na bëjnë krenar, dhe duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e Bashkisë Lezhë, zotin Pierindreu, i cili vazhdimisht ka qenë në përkrahje dhe në mbështetje të Jurgenit. Në emër të, dhe këte bëj në emër të familjes së madhe Uldete. Një vlerësim ky që ka një peshë të veçantë, sepse e merr në qytetin ku Jurgeni është rrit, ku Jurgeni ka hedhur hapat e para edhe në jetë, edhe në sport. Lezhë për Jurgenin nuk është thjesht një qytet, është një shtëpi, është rrënjë, është fillim, pra është themeli i karakterit tij sportiv. Jurgeni përpara se të bëhej kampion bote, ka qenë një djalë i thjeshtë i këtij qyteti, me ëndra të mëdha dhe me një rrugë as pak të lehtë përpara. Ai është rritur me vlera të forta familjare, me respekt për sportin, për njerëzit dhe për sakrificën. Që në moshë të vogël mësoi se asgjë nuk arrihet pa mundim, se suksesi nuk urohet, por fitohet, dhe se karakteri është po aq i rëndësishëm sa dhe talenti. Si sportist, rrugtimi i Jurgenit ka qenë i gjatë, i vështirë dhe shpeshherë edhe i heshtur. Ai ka përballur shumë vite stërvitje intensive, me shumë sakrificat të mëdha, shoqëruar me lodhje fizike, shpirtërore, por edhe momente të rëndësishme dhe me sfida që vetëm ata që e jetojnë sportin e kuptojnë të situatë. Por Jurgeni asnjëherë nuk u dorëzu, vetëm eci përpara, me punë, me këmbgulje dhe me një karakter të fortë. Ai arriti të ngjitet në majat më të larta të boksit botror, duke u bërë shqiptari i parë kampion bote, jo vetëm në boks, por në gjitha sportet. Një arritje historike që ka bërë krenar jo vetëm Lezhën, por mbarë kombin shqiptar. Por ajo që e bën këtë arritje edhe më të bukur dhe më kuptiplot është fakti se themelet e tij ai hodhi këtu në Lezhë dhe pikërisht me atë që theksoi edhe trajneri Rigel i parë i tij, Rigel Nica. Këtu Jurgeni mori bazat e para të sportit dhe këtu mori edhe atë që ne konsiderojmë respekt për qytetin, për sportin dhe për rregullat e sportit. Çdo hap i tij drejt majës ka mbajtur brenda vetes gjithmonë frymën e Lezhës dhe forcën morale të këtij qyteti. Në këtë moment të veçantë duhet të theksoj këtu më lejoni edhe rolin e pazëvendësueshëm të prindërve të Jurgenit, Toninit dhe Ritës, të cilët me përkushtim, me durim dhe me sakrificat të përditshme kanë qëndruar gjithmonë pranë tij, kanë besuar të ëndrat e tij dhe në momentet më të vështira, së bashku kanë përballuar sfida familjare, emocionale, pse jo dhe financiare, duke mbështetur pa kushte rrugtimin e Jurgenit në sportin dhe në aspektin njerëzor. Pa këtë mbështetje familjare, ky sukses nuk do ishte i mundur. Ky titull sot nuk është vetëm një nder për Jurgenin si individ, si qytetar dhe si sportist. Ky titull është një mesazh i fuqishëm për gjithë të rinjtë e Lezhës, se me punë, besim, me disiplinë dhe me vlera të forta, edhe nga ky qytet mund të arrihen majat më të larta të sportit në botë. I dashur kryetari i bashkisë, sot duke nderuar Jurgenin me titullin qytetar nderi i Lezhës, ju nuk po nderoni vetëm një kampion bote, ju po nderoni një djalë të Lezhës, një djalë që me përullësi dhe karakter ka treguar se madhështia nuk matet vetëm me fitore,
por edhe me mënyrën si arrin ato dhe si menaxhon ato. Ai ka hyrë gjithmonë në ring si sportist dhe si kampion dhe ka dalë gjithmonë prej tij si njeri më i fortë, më i pjekur dhe më i përul. Çdo fitore e tij ka qenë një fitore edhe për Lezhën, që Jurgeni e do shumë dhe e ka gjithmonë në zemër. Çdo hap drejt majës, ai ka mbajtur me vete emrin e këtij qyteti dhe krenarinë e mbar shqiptarëve kudo në botë. Për këtë arsye, ky titull që jepet sot Jurgenit qytetar nderi i Lezhës është një përqafim i ngrohtë që Lezhë bën për birin e saj. Pra njëherë me zemër plot dhe me krenari, dhe me respekt të thellë për këtë qytet, ju falenderoj në emër të familjes Uldedaj për këtë nderim të paharueshëm. Falënderit kryetarit bashkisë, falënderit anëtarët të Këshillit, falënderit të gjithë të që jeni prezent dhe një falënderim të veçantë për Jurgenin që na ka bërë gjithë krenar. Falënderit. Ftojmë për të përshëndetur presidentin e Federatës së Boksit Shqiptar, zotin Florent Kalivopulli. I nderuar zoti kryetari i bashkisë, i nderuar presidenti i Komitetit Olimpik, të nderuar pjesëmarrës, i dashur Jurgen. Kam sot një emocion të veçantë në këtë sallë, të mbushur plot për plot, që jemi mbledhur për të nderuar me titullin e lartë qytetar nderi sportistin boksierin Jurgen Uldedaj. Unë kam pasur fatin, duke qenë nik i familjes Uldedaj që herët, ta njoh Jurin që në rinin e tij të hershëm. Folëm sot për një kulm të karrierës së Jurit, por jo. Juri është kampion që në fëmijërinë e tij. Juri nuk e përmendëm këtu, Juri është medalist Europës. Juri është medalist botës që në moshën e tij 18 vjeçare. Ka marrë medalje të rëndësishme, medalje të cilat e futën Jurin në rrugën e tij të boksimit profesionist. Ai ku herët, ju përkushtua herët boksit profesionist dhe sot ka një kulm duke e bërë atë sportistin e parë, boksierin e parë shqiptar me një titull botëror në një nga federatat më prestigjioze të botës. Një binom i jashtëzakonshëm. Kam parë një binom të jashtëzakonshëm, Lezhë edhe Jurgen. Të dyja palët bëjnë krenarje në tjetrin. Është një mrekulli që vetëm sporti dhe sportisti Jurgeni mund të ta ofrojnë të gjë. Mua s'm ngelet fare gjë tjetër. Falenderoj Këshillin Bashkiak të Lezhës, falenderoj familjen Uldedaj që ka një rol të jashtëzakonshëm në formimin e Jurit si boksier, pa përjashtuar këtu trajnerët e Jurit që nga i pari trajneri i tij me trajnerin e Tiranës, me trajnerin e ekipit kombëtar, të cilët e kanë bërë Jurin ky që është sot. Faleminderit dhe urime Jurgen dhe synojë në ato federatat e tjera që a marrë dhe atyre titullit. Se e meriton dhe ke për të marrë. Ftojmë të përshëndes pjesëmarrësit, presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zotin Fidel Ylli. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, një falënderim i veçantë për ju
që vlerësoni një djalë të jashtëzakonshëm, një kampion bote si Jurgeni që tashmë nuk i përket vetëm Lezhës, po i përket gjithë Shqipërisë. Jam krenar si president i Komitetit Olimpik të jem këtu prezent për të vlerësuar Jurgenin, këtë sportist të madh që ka bërë krenar gjithë shqiptarët në ndeshjen e tij me një arenë të madhe mbi 20.000 spektatorë në mes të Londrës. Ky është sporti të dashur qytetarë. Ky është sporti i dashur kryetari i bashkisë që ke një mirënjohje të jashtëzakonshme nga Komiteti Olimpik, nga mua personalisht, që ke arritur të kuptosh që sporti nuk është vetëm një garë, nuk është vetëm një medalje, po sporti është edukim, sporti është shëndet, sporti është socializim dhe sportistët janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Lezhë ka pasur traditë në sport, ka nxjerrë kampiona si Arben Kola, si Sami Dela, si një trajner të jashtëzakonshëm si Zut Molla dhe sportistat të tjerë që e kanë nderuar Shqipërinë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Një kampion i parë bote në sportin profesionist si Jurgeni nuk është e lehtë. Sporti i boksit dhe këto sportet individuale kanë ulljet dhe ngritjet e tyre, kanë sakrifica, kanë përkushtim, ku duan një vëmendje të veçantë nga trajneri, nga klubi, nga sponsorët ndryshëm për të arritur në atë nivel që ka arritur Jurgeni. Është një arritje që shumë boksierë kanë bërë në nivele europiane, por jo në nivelin e Jurgenit. Ne kemi tradita në boks, duke filluar nga trajneri jonë i jashtëzakonshëm që derisa të ketë frymën gjallë nuk do t'i ndahet boksit si Zefi i Shkodrës. Dhe shumë trajnerë të tjerë nga Vlora, nga Tirana, nga Studenti, nga Partizani dhe nga Federata e Boksit që ka bërë një punë të jashtëzakonshme fuli me boksin, duke mbështetur jo vetëm boksin profesionist që shi ambitor të këto rezultate, po dhe boksin amator, ku Shqipëria ka një medalje në kampionatin botror të zhvilluar në Beograd përpara 2 vjetësh. Unë dua ta falenderoj me zemër kryetarin e bashkisë, Këshillin Bashkiak, për këtë vlerësim të merituar që kanë bërë për Jurgenin, po më tepër ky është një falënderim publik që Këshilli Bashkiak i bën Jurgenit dhe familjes tij për medaljen dhe për arritjen e marrë në Londër me këtë rezultat spektakolar. Dua të them dhe një fjalë, i nderuar kryetari i bashkisë. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, po ta shikoni këtu në sallë, një pjesë e fëmijëve janë këtu nga ekipet sportive në shkolla, ku qeveria shqiptare çdo ditë financon çdo vit Komitetin Olimpik me ekipet sportive në shkolla, me volejboll, basketboll, këtë vit është futur shau, do të fusim mundjen, do të fusim boksin, do të fusim atletikën, gjimnastikën dhe të gjitha sportet, sepse qëllimi jonë është që të rrisim një rini të shëndetshme, ku modeli më i mirë për ta të ri është Jurgeni, një djalë i edukuar, një djalë i sjellshëm dhe kur po vinin tani nga zyra e kryetarit, më tha, vi me qejf, jo vetëm si detyrë që e kam si kryetar bashkie, po si një djalë i edukuar, një kampion, një djalë simpatik që është modeli më i mirë për të gjithë sportistët, jo vetëm të Lezhës, po të gjithë Shqipërisë. I nderuar Jurgen, të falenderoj me zemër se na ke bërë gjithë të krenar, të uroj suksese në rrugën tënde dhe majat më të larta të sportit botror profesionist. Falenderit dhe njerë gjithë dhe trajnerëve dhe gjithë mësuesve të edukimit fizik, të gjithë qytetarëve të Lezhës që kanë ardhur sot në stadion e Lezhës. Falenderit. Nëse dikush nga ju ka dëshirë të flasë disa fjalë për Jurgeni, jeni të mirë pritur.
Përshëndetje gjithëve, jam Sad Bushati, trajneri I organit që kam stërvit në vite. Është mërësi e veçantë që ndollëm në këtë salë edhe shoh shumë figura të mëdha të sportit shqiptar. Lezhë e ka tradit sportin, e ka tradit mundjen, boksin dhe duhet me sa më tepër të jetë investimi për këto sporte. Me Jurgenin kemi pas suksese të jashtëzakonshme që moshën e re, ku ka dalë kampion në Rusi, medalje bronzit, ka marrë në Rusi në 2013, më pas në 2014 në Kroaci, medaljari në Azerbajxhan, ku arriti të fitonte me sportistë shumë nivelit naltë në Ukrainë, Uzbekistan, pra të cilët sot janë në majat e boksit. I uroj vetëm suksese, rrugtimi I tij do të jetë shumë I madh. Shpresoj që do të dalin kampion edhe në versionet e tjera të boksit, në versionet të brezat e tjerë. I uroj vetëm sukses dhe gjithë mirë. Zoja e Zoti, e marrë fjallin me të drejtë. Janë nga malësia e madhe, dere e Gjelosh Zoks Kastratit Vojvoda. Ka njeni të gjënë e pjesë e madhe shqiptarë kjo paraci, se që keme besim. Është deshtja të thëndishtë. Kë një djallë, e lanam, se kam njekë vazhimishtë. E djali e njekë shumë ku jetoj njashtë. Dhe deshte të them, familja e to Uldet nga Kastrati, Uldetat, kanë vlerat të madhe madhore me të kaluare. E to më ka kanë dera me madhe e velipojës në pula e te, u a pa me synin kritik. Dhe kur njerë nuk bani nëjtë punë që nuk I djeti popullit velipojës. E kam jetu, I kenë në punë. Dhe deshta të them diçka. E falënderoj kryetarin e bashkisë që ka ditë gjajtë të ditë madhe. 2 ditë në dajnë, 23 për ditën e dinjës kështë. Paranajtë. Këta e ka një muë këtë ishtje Zoja që ka pa në derë, dhe shkanë, dhe shka profesorët, nga ata e zetë Gjoni Shkodër që e kam jetua me tërë me vitet rada në razën, që atë jetoj 62 vjetë. Nuk ka një burë që e ka mësu në zanë si gadi si vetë. A këtu asat, nuk e një. A gjeta nga e me 30 vjetë për unë. Tanë që ka futboliste e legjanë, tanë ka nërë të hejtë baba në razë. Edhe deshe të them një që. Unë për vetë I vlerësoj shumë bashkinë, me këtë titull të madh moral që jetë ti burë. Një djarë, që ka konsumuar në vetë gjithçkajnë që mund të ketë dhënë nëna e baba në fillim, por dhe profesorat që e ka të rritë. Kështu që unë do të bëj moral tjetër dhe që duhet të vlerësoj shumë. Punin e fina dhe të dritu, sepse ka e gëtë Kastratë shumë, në Uldetat. Numëroj të parë 100 vjetë. Dhe të shkoj më nërë, që shqipnia nuk ka arrit që një djallë I moshën e ti të konkurojnë në botë. I vetë më është këtë djallë të në sportë. Unë një eksportë të zhëtfajnë. Që jam një të të. Që nuk do të të të. Ne një të jemi të të. Që ka nga shkuar një, që jam. Që nga shkuar.
Ju falenderoj shumë nga zemra për pjesëmarrjen tuaj. Miru takofshim në aktivitetet të tjera. Je live prop? Huh? Kuj, kudo. Atëre në kratë. Më thuj? Përshëndetje, jemi drejt për zdreti nga Pallati i Kulturës pas përfundimit të aktivitetit organizuar Enkas për kampionin e botës, nderin e Lezhës, gjithçka do të themi për këtë djalë. Keni zbritur nga emocionet në ring tek emocionet në vendlindjen tuaj. Një opinion rreth takimit dhe
çfarë do të thush më shumë se sa ke thënë në ringun ku ju jeni kampioni absolut në këtë fushë? Emocionin e ditës sotme mund ta krahasoj me emocionin e natës kur shpalla kampion bote, pa egzagerim domethënë, ishte një kënaqësi, një motivim, një emocion shumë i madh për mua të jem para këtyre qytetarëve, bashkëqytetarëve të mi të Lezhës, edhe të marr titullin qytetari i nderit. Kjo është diçka fantastike. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjeneratat e reja duke filluar nga shkolla 9-vjeçare NVM? Edhe unë, kështu si gjithë këta fëmijë që ishin pranishëm sallë, kështu e kam nisë, si një fëmijë i Lezhës, me ëndra shumë të ndaja. Punova shumë për ato ëndra, këshilla ime më e madhe për ta është ndiqeni ëndrat tuaja edhe punoni fort, sepse nuk ka lidhje nga je, nga vjen. Rëndësi ka që të kesh disiplinë në atë që bën, edhe çdo gjë është e mundur. A ka patur një moment që Jurgeni ka menduar të stepet apo për të mos thënë të riqet? Po, sportet individuale kanë ups and downs, kanë momentet vështira sa pa fund, domethënë. Po, menim Zotit, jam këtu ku jam, edhe për momentin nuk e kam ndërmend të ndalohem, kështu që në pak fjalë, sipas jush, me këto që keni arritur, kush është me një fjali Jurgen Uldedaj për te modestisë së tepruar do thojë që ju keni? Pra bëni gjitha atë aktivitet, gjitha kampion dhe për vete ju na dukesh paksa më shumë se duhet. Për te i kësaj modestie. Kur marr këtë lloj vlerësimi nga qytetarët e Lezhës, nuk kam fjalë, domethënë, është vlerësim shumë i madh. Jurgeni do vazhdojnë të punojnë fort me kokën e ulur edhe të lë rezultatet të flasin për mua, mos flasun vetë për veten. Profesor trajneri i parë i Gersi, cili ishte emocioni juaj kur dëgjuat ose pat drejt për drejt shpallën kampion bote? Të një ish sportisti, do të thoja unë, të vogël, të përgatitur që në fillesat e këtij sport. Lidhja shpirtërore që krijohet ndërmjet trajnerit dhe sportistit është shumë e madhe, sikur lidhja e çdo prindit që mund ta krahasoj me fëmijën e tij. Absolutisht ka qenë një punë e madhe nga gjithë ne, sepse unë nuk jemi vetëm, ne jemi një staf i mirë organizuar që Jurgeni sot tjetë në ato maje ku është, se cili ka punën e vetë, se cili ka rolin e ti, dhe kryesorja në këtë lojë është që Jurgeni të arrisi sa më shumë titujt që ne i kemi vurë synim, neshet e ralla dhe pse jo të jemi të vetmit ne si Lezhë dhe si Shqipëri duke synuar titullit më të mëdha botëror. Jurgen, jemi në prag të një feste të madhe, nata Krishtlindjeve, ose Kshnellet që i themi ne të Kshtenët, një urim për qytetarët e Lezhës dhe të gjithë Shqipërisë për tej. Ju uroj nga zemra, gëzuar e për shumë vjet, e ju nimof nata e Krishtit, e ju rujt Zoti dhe gëzuar. Profesor, urimi juaj? Urimi im i njëjtë, gëzuar për shumë vjet, vetëm mbarësi në familjet tuaja. Gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit. Atëherë me këtë intervistë mbyllim këtë transmetim të drejt për drejt me kampionin absolut në mundje, Jurgen Uldedaj, i cili vërtet, më fal, në boks, Jurgen Uldedaj vërtet na ka bërë krenar dhe kemi arsye të bëhemi krenar. Jo vetëm ne të Lezhës, por gjithë Shqipëria dhe mbarë trojet shqiptare. Suksese dhe mbarësi. Faleminderit.